Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Kumanova, qyteti i kryqëzimit të kulturave dhe i historisë së pasur, ka shënuar një faqe të re dhe teje të rëndësishme për institucionin e saj më përfaqësues. Në muajin e kaluar, Institucioni Nacional Muzeu i Kumanovës ka mirëpritur drejtorin e ri, Agim Bislimi. Për te ndryshimit të drejtimit, ky emrem mbart një peshë të veçantë historike. Bislimi është drejtori i parë shqiptar në historinë e këtij institucioni. Nga hapat e tij të hershëm si arkivist në këtë muze që nga viti 2009 e deri te sfidat e reja të menaxhimit të trashëgimisë kulturore, sot ai vjen përballë nesh për të folur për vizionin, projektet dhe modernizimin që e pret muzeu. Zotri Bislimi, mirë se na erdhët me lidhjen tonë direkte. Mirë se ju gjeta. Zotri Bislimi, do të thotë, duke qenë se jeni drejtori i parë shqiptar në historinë e këtij institucioni, a e mbani mend momentin apo na e përshkruani momentin kur e kuptuat se kjo nuk është thjesht një detyrë e radhës, por një faqe e re historike për Muzeun e Kumanovës? Unë edhe kam qenë edhe i punësuar i parë shqiptar në këtë institucion. Në muze pas 62 viteve, drejtori i parë jam unë. Ky institucion gjithmonë është udhëheq nga pala maqedonase, edhe shumë është mirëprit nga popullata e këtuhit, për shkak se kultura tek ne është lënë pas dore. E mirëpretët këtë emërtim? Si harriç. Po. Duke qenë se pasardhësia juaj e përmendet ishte Maria Zhivaçki, nëse nuk jam gabim, a pati ndonjë këshill? Paraardhës. Po. A pati ndonjë këshill apo detaj specifik që a lë në dorëzim gjatë kalimit të detyrës? Po, tash muzeu punon me plane vjetor të Ministrisë Kulturës dhe Turizmit. Të me thonë, të gjitha projektet kanë filluar para 2 deri në 3 muajve dhe janë në fazën e realizimit. Para një jave, do me thonë, ka përfunduar edhe kolonia e artit ndërkombëtar që mbahet çdo vit. Tash është edicioni 52 ka mbaruar. Të hënën e kemi bërë mbylljen. Dhe aty edhe ajo koloni ka qenë të gjithë trojet kanë qenë të thirrura, vetëm trojet tona shqiptare nuk kanë qenë të thirrur. Në minutën e fundit, unë atë ditë jam kanë mbrum për drejtor, edhe kemi bërë falënderimi është i artistës Akime Recep, i cili mori pjesë, edhe e përfunduam atë koloni. Po. Dhe tani më trego, si planifikoni tash e tutje, që ky institucion të jetë një shtëpi e barabartë dhe mikpritëse për gjitha komunitetet? Për të gjitha komunitetet do të jenë të mirëseardhur, do të jenë të barabartë, po ne do të kemi filluar prej javës kaluam të merrem edhe me dëgjuesi, të bëjmë edhe vefaqen të jetë edhe në gjuhën shqipe. Tash vetëm kemi është gati vetëm se duhet ta lansojmë, ndërsa vefaqja në Facebook vetëm se është lansuar. Na presin shumë projekte ngërmime arkeologjike, se pjesa e rajonit shqiptar deri tash vetëm një lokalitet që është punu, ajo është Drezga Llopat. Ajo është punu para 30 viteve, do me thonë 30 vite fundit nuk kemi qasje, nuk kemi ulëntime në rajonet tona shqiptare. Ndërsa në rajonet tjera kemi, për shkak se Muzeu i Kumanovës është një ndër muzeet më aktiv në gjithë Maqedoninë. Kemi ekspeditat të shumta, të cilat arkeologët tanë bëjnë, të cilët janë shumë të mirë, por nga stafi ne jemi të mangat me staf
shqiptar, do të thonë, nuk kemi arkeolog, nuk kemi etnolog shqiptar, nuk kemi historian shqiptar. Kjo është edhe një sfidë e imja e cila duhet që ta balansoj edhe këtë drejtje. Sa për informim të opinionit ju jeni edhe magjistër i ndërtimtari, si diplomuar në Prishtinë. Sa ju ndihmon ky profil teknik, strukturor, për të kuptuar sfidat fizike të objekteve muzeale? Në lidhje me menaxhimin, jam shumë mirë, për shkak falenderim profesorëve të mi atje, të cilët na kanë dhënë dituri të mirë, edhe tash prej meje të gjithë të prisin që rregulloj infrastrukturën e punës, të modernizoj institucionet dhe kjo është një sfidë e madhe për shkak se edhe buxhetin e kena të limituar, po planifikojmë diçka edhe me IPA fondet që të mund të realizojmë ato projekte që i kemi para pa. Përvoja juaj e hershme në qeveri dhe Ministritë Kulturës ju ka pajisur me njohurit, themi. Cila është betejë më e vështirë administrative që ju pret, që e pret një drejtor muzeun vitin 2026? Pa betejët vetëm administrative, vetëm ka fundi është, do me thonë, prej se ka marrë mandatin, jam të marrë vetëm administratë, jam të rregullu senet tash me ato projektet, por edhe planin vjetor tash do të bëjmë edhe përmirësim për vitin e ardhshëm, për shkak se të ne një vit përpara prak konkurohet për planin vjetor për vitin 2027 tash. Tash do të shohim se do të ftoj artistët shqiptar, do të mundona të bëjnë një farë bashkëpunime edhe me Muzeun e Kosovës, që mund të bëjmë shkëmbimin e arkeologëve, shkëmbimin e njerëzve që mund të ndihmojnë neve në projektet tona që do t'i konkurojmë në ministri. Para se të kalojmë tek shkëmbimi edhe i artefakteve që me siguri e keni planifikuar, tregove që jeni ndesheni me mungesë të buxhetit. Cila është ajo strategjia juaj për të siguruar fonde alternative jashtë kësaj arkës shtetërore? Të ne përdoret fjala slave domaćin. Domaćini mirë, ma mërmenja që mundet me dalë, mundet shpenzimet me drejtu ka ana e duhur, ma mërmenja që do të realizojmë të gjitha ato projekte që i kemi para parë. Po. Disa herë gjatë bisedës u përmend edhe modernizimi i punës në muze si prioritet kryesor. Kur e shihni Muzeu i Kumanovës që do të ketë një udhërrofyes digital, realitet virtual apo ekspozita metaversike? Kemi përfituar edhe një projekt me IPA që do të kemi edhe skener 3D, do të kemi edhe printer 3D. Do me thonë me skenerin 3D do të mund edhe artefaktet tonë të skenojmë, do të mund që edhe të paraqesim në dhe faqe që mundet në të në ondë, në 3D të shipe. Po. Zoti Agim, vlen të përmendet se kemi na shumë objekte, kemi objekte kultit të vjetra të cilat nuk janë të hulumtuara. Në Kumanove kemi edhe xhamin e Tabanocit, e cila është një nga xhamit më të hershme në këtë rajon, e cila ka marrë në mëshirën e fatit, për fat të keq nuk është në kompetencat e muzeut, për shkak se ne nuk kemi edhe konservim, është në konservimin e Shkupit, do të mundohem që të kontaktojmë ato që të mundet të konservohet për shkak se është historia jona, po kemi edhe disa kisha të vjetra në për vendet tona, të cilat e alal nuk janë të hulumtuara. Po dëgjojmë, po. Muzeu do të thotë, zoti Agim, shpesh i vendoset ajo vula e varrezës pluhurosur të objekteve të vjetra, themi kështu. Si planifikoni ta ktheni atë në një hapësirë ku të rinjt duan të kalojnë kohën e lirë, apo të bëjnë edhe debate kulturore, ti tërheqni të rinjt drejt muzeut? Po vetëm se ka filluar me të rinjt të bën projekte, domethënë punëtori për të rinjt,
4 vitet e fundit vetëm ka filluar, po është një mangësi të shkollat e tona shqiptare të cilat nuk marrin pjesë, po do të mundohem që edhe ato të marrin pjesë, se kemi edhe koloninë e artit për të rit, edhe aty nuk kanë marrë pjesë deri tash, që bëjmë gjithmonë e bëjmë me bashkëpunim me komunën Po. e Kumanovës. Flasim pak sa dhe për sigurinë e eksponateve. Sa janë të mbrojtura fondet e muzeut nga dëmtimet apo faktorët e jashtëm sot? Tash ne kemi të punësuar edhe konservator të në muze, të cilët janë jashtëzakonisht të ekspert në lëmi, të cilët gjithmonë janë të gatshëm të konservojnë. Po. Jemi në lidhje, po më dëgjan agent, po? Po, jam të dëgjoj. Trego, ka ndonjë ngjarje ose projekte tjera, se tregove Kolonin që është ndër projektet e para, konkrete? Kemi tash në 12 shtatore kemi festivalin të cilët do të mahet të observatori megalitik Kokino, më 12 shtator. Ndoshta keni ndëgjuar për Kokino, është observatori megalitike, e cila aty ndodhet edhe që kemi bë gërmime me emrin Tati Qefkamen, aty kemi gjetur eksponate 4.000 vjeçare, të cilët i përkasin popullit Dardan. Po. Flasim pak sa dhe për Ministrinë e Kulturës dhe Komunën e Kumanovës. Sa janë të koordinuara hapat tuaj me pushtetit qendror dhe atë lokal për realizimin? Tash kemi ndryshim në ministri, kemi ministër të ri, të cilin e kemi bashkëpunimin shumë të thellë me zotërisë Atat Sulejmanin. Ato janë të gatshëm të na ndihmojnë neve në çdo hap, por edhe me Kumanovën, po pak e kena ma vështirë, për shkak se është i tjetrit, do më thonë, nacionalitet, ajo është. Po. Për fund, zoti Agim, si e menaxhoni presionin publik dhe pritshmëritë e larta që janë krijuar menjëherë pas emërtimit tuaj? Pa disi që ja dalim, po tash këtu sfida është shumë e madhe, sfida është e madhe për shkak se prej 37 punëtorëve që ka Muzeu Kumanovës, vetëm të rej jemi shqiptar, 2 administrator edhe unë që kam qenë si arhivist i eksponateve deri tash. Këtu duhet punohet në drejtim që të bëjmë njerëz të adekuat të drejtimeve që të mund të realizohet ajo që pritet prej neve. Zoti Agim, faleminderit që pate disponimin me videolidhje nga Kumanova, të jeni këtu në studio me ne. Faleminderit edhe për juve edhe për shikuesit tuaj. Po, ne do të dëgjohemi, do të lidhemi me videolidhje, pse jo, dhe në studio me projekte të radhës. Qëtërën herë do të jemi edhe prezent fizikisht atje. Po, faleminderit, urojmë. Miru pafshi. Miru pafshi. Baleti Kombëtar i Kosovës u prezantua në festivalin ndërkombëtar të baletit në Bodrum të Turqisë. Në kuadër të festivalit të 23 ndërkombëtar të baletit në Bodrum të organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Operës dhe Baletit Shtetëror të Republikës së Turqisë, Baleti Kombëtar i Kosovës u ngjit në skenë me Bolero në koreografi të Mehmet Ballkan dhe Korero Fado me koreografi nga Daniel Cardoso. Të dyja shfaqjet u pritën 8 mirë nga publiku i shumt në Bodrum dhe u përcollën me duar trokitje të gjata. Galeria Kombëtare e Kosovës ka njoftuar se nga 18 deri më 23 gosht do të organizojë javën e edukimit, një program publik dedikuar publikut të gjerë. Programi i cili zhvillohet në kuadër të ekspozitës Jo të gjithë njerëzit ekzistojnë në të tashmen e njëjtë, kuruar nga Hana Halilaj,
përfshin 60 aktivitetesh duke përfshirë biseda me artist, udhërrëfime kuratoriale dhe punëtori krijuese për familje. Sipas njoftimit, ngjarja synon të nxjisë dialogun rreth praktikave artistike dhe të ofrojë hapësirë për eksperimentim përmes pikturës, vizatimit, kolazhit dhe tekstilit. Të gjitha aktivitetet do të mbahen në hapësirat e Galerisë Kombëtare të Kosovës, ndërsa pjesëmarrja është e hapur dhe falas për të gjithë të interesuarit. Mbrëm në platon para institucionit për arsim dhe aftësim profesional Zenel Hajdini në Ferizaj. U shfaq premiera e filmit Masakra e Tivarit me regji dhe skenar të Mentor Hazirit. Sipas njoftimit i konceptuar si film dokumentar me elemente të dramatizuara, Masakra e Tivarit ndërthur materiale dhe fotografi autentike, skenat të interpretuara nga aktorët, rrëfim historik, këngën dhe muzikën instrumentale duke sjellë para publikut për masat dhe tragjedin e ngjarjes në të cilën u vranë mijëra shqiptar. Shfaqja e filmit u vlerësua edhe si një kontribut i rëndësishëm në ruajtjen dhe përcjelljen e kujtesës historike, veçanërisht të brezat e ri, për ngjarje që kanë lënë gjurmë të thella në historinë e popullit shqiptar. Filmi Masakra e Tivarit është realizuar me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, ndërsa organizimi i shfaqjes premier u mbështet nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Ferizaj. Një libër i ri kushtuar trashëgimisë kulturore të Kosovës është prezantuar sot në Prishtinë. Sipas njoftimit të autorit Berat Hasani, libri Një udhëtim i ilustruar nëpër trashëgiminë kulturore përfshin objekte, lokalitete, ura, vegla muzikore dhe elemente të tjera që dëshmojnë historinë, traditat dhe identitetin kulturor të vendit. Përmes këtij projekti, Hasani synon të dokumentojë dhe të sjellë në një formë të qasshme aspekte të ndryshme të trashëgimisë kulturore, duke i dhënë rëndësi ruajtjes dhe njohjes së tyre nga brezat e ri. Promovimi vjen si një tjetër nismë që i kushton vëmendje trashëgimisë kulturore të Kosovës në përpjekje për ta dokumentuar e prezantuar atë përmes formave të reja të komunikimit me publikun, thuhet në njoftim. Kompozitori Memlik Elmendi ka publikuar librin e ri Zërat e vegjël, vepra korale për fëmijë, i cili përmbledh 11 vepra korale të krijuara posaçërisht për zërat e fëmijëve. Vepra e cila synon pasurimin e repertorit dhe zhvillimin e praktikës korale pedagogjike është realizuar me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit. Botimi përfshin kontribute nga tekstshkrues dhe recenzent vendor, duke shërbyer si burim artistik për kore, dirigent dhe mësues të muzikës. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi do të prezantoj përvojën si institucion në arkivimin dhe ruajtjen e trashëgimisë fotografike në Londër. Përfaqësuesi i muzeut do të jetë i ftuar si folës nga The Photographers Gallery në kuadër të kursit online Starting an Archive, që zhvillohet nga 15 shtatori deri më 20 tetor 2026. Programi 6 javor, i drejtuar nga arkivistja Catherine Tollerveit, trajton krijimin, menaxhimin dhe ruajtjen e arkivave fizike dhe digjitale. Ftohen veçanërisht fotografët, artistët dhe studiuesit nga Shqipëria dhe Kosova që të bëhen pjesë e këtij kursi si një mundësi e vlefshme për të thelluar njohuritë mbi arkivimin dhe për të zhvilluar më tej praktikat profesionale, ka shkruar Lucian Bedeni, drejtori i Muzeut Marubi në Shkodër. Ky është një vlerësim i rëndësishëm dhe një mundësi për të prezantuar në një platformë ndërkombëtare përvojën e arkivit fotografik shqiptar. Dhe në këtë kuadër do të prezantohen praktikat e punës me arkivin e Marubit dhe sfidat për ruajtjen dhe aktivizimin e trashëgimisë fotografike. Dhe këtë të nderuar, ne po e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish të hënën.